është e çuditshme për mu dhe për gjithë kolegët në televizion, se qysh mundet qeveria e Kosovës me gjetë zgjidhje, me nda mjete për zgjedhje, nuk kemi ne që mos gjendet zgjidhje dhe për KQZ-n edhe për institucione tjera me rëndësi. Po kur mundet me u gjetë një zgjidhje për KQZ-n edhe për institucione tjera, pse mos me u gjetë një zgjidhje për RTK-n? Aq më keq kur RTK-ja ka buxhetin e ndarë. Mjafton atje një nism e ministrit Murati për me u aloku mjetet për RTK-n. Nuk po di dhe nuk po munde me cilësu pse po bëhet kjo se qysh, por po na duket shumë e çuditshme. E kemi thënë edhe në paraqitjet tona ma herët edhe tash, situata është mjaft e rëndume. Nuk e di ku ka më shku ma shumë ma e rëndë. Do me thonë kur ndoshta 50% i mësë merrni me shifra i punëtorëve nuk kanë me mujt me dalë edhe në punë me kry punë të tyne, sepse nuk kanë paga, nuk jënë tu pagu për punë që po i bojnë. Për jashtë këto obligimet e tmerrshme që janë, shtrejtimet e mëdha, edhe njëherë për i bëjt thirrje qeverisë dhe kryeministrit Kurti, mundeni me gjetë zgjidhje. Mos na detyroni me marr masat e cilat ndoshta nuk do të na pëlqejnë as neve, as askujt. Nuk jemi politik, e kemi thënë në të gjitha qëndrimet tona para mediave, kjo nuk është politike. Kemi dalë me kërku një drejt tonë themelore. Nuk po kërkojmë me bo politik. Ne jemi për me raportu, nuk jemi për mu bo palë. Andaj si sindikate punëtorëve, edhe njëherë për bëjt thirrje publike, merrni masa sa s'është bo vonë.